ta shkelish kushtetutën edhe mos t'japish llogari, për një avokat është tepër e rëndë. Nuk do të duhet toleruar shkeljet kushtetuese pa sankcionim. Po, këto janë në raste të shpeshta dhe unë duke qenë se për më shumë se 20 vite kam punuar në odën ekonomike të Kosovës, ku puna ekipore ka qenë një punë e përditshme, dhe unë konsideroj që të punosh në ekip është jashtëzakonisht pozitive. Sepse këmbimi i mendimeve është domosdoshmëri, këmbimi i përvojave është domosdoshmëri. Por ka dhe raste negative, si që jemi dëshmitar edhe të aktualitetit sot shumë në shoqërinë tonë, kur bie fjala mediat edhe na vetë jemi dëshmitar të shkeljeve kushtetuese. Nuk do të duhet toleruar shkeljet kushtetuese pa sankcionim. Nuk duhet të kalojnë këto raste pa sankcionim, sepse po e instalojmë një praktik që domosdoshmërisht do të sjellë pasoja shumë negative për shoqërinë. Sepse është kjo që po na ndodh, a jemi ne shoqëri normale apo nuk jemi. Se ta shkelish kushtetutën edhe mos t'japish llogari, për një avokat është tepër e rëndë. Që do të thotë se siguria juridike po cënohet drastikisht. Prandaj fuqia e avokatëve duhet të vinë shprehje edhe në këtë lëmi, sepse duhet ta ngritim zërin për çdo ditë. Nuk duhet toleruar asnjë shkelje kushtetuese, siç ka ndodhur në periudhën e parë. E kemi një kushtetutë e cila është e shkruar nga tuajt edhe është e shkruar tepër mirë, edhe siguron kriteret për një siguri juridike të plotë dhe mirë funksionim të gjitha autoriteteve shtetërore në Kosovë. Prandaj është detyrë secilit prej nesh që atë kushtetutë ta respektojmë. Derisa është në fuqi, është detyrë çdo qytetari që kushtetutën e vet ta respektojë edhe të cilët në pajtim me ato norma që i kemi shkruar. E jo të tolerohet, madje prej institucioneve të larta bëhen shkelje që të çojnë deshe në një pasiguri. Të mendosh edhe për aspektet e një pasigurie juridike. Shkak që tashmë vetë se jeni gjithë në këtë fushë dhe aktiv, sa është rritur, sa keni mujtë me vrejtë ndoshta edhe pjesëmarrja ose rritjen e numrit të grave avokate ndër vite? Ka pas paragjykime në këtë pjesë sipas juve sa i përket profesionit të avokatisë?